kryetar. Kam një kërkesë konkrete. Javën e kaluar, zoti kryetar, ne miratuam shpejt dhe pa ndonjë debat në parim projektligjin për paqen fiskale, por edhe për fshirjen e gjobave. Në fakt, në 2 radhët e kaluara, kur është tentuar të kaluar nga parlamenti kaluar një amnisti fiskale, është ndaluar ose rekomanduar 2 herë nga Komisioni Evropian të mos miratohet. Edhe kësa radhe ne nuk kemi pasur asnjë mendim nga Komisioni Evropian. Tani nisur nga kjo çështje shumë sensitive, por edhe nga shumë elementë të reja që kanë dalë në dosjet e prokurorisë speciale, ku bëhet fjalë që kompani të veçanta mund të përfitojnë dhe po bëhet një ligj me porosi, ju lutem të presim dhe bëhet thirrje që ta shtyjmë miratimin e këtij ligji, sa kohë ne 2 deputetët e Partisë Mundësia do i drejtohemi me një kërkesë Komisionit Evropian të japi një vlerësim për këtë projekt ligj. Kështu që thirrja ime për ju në radhë të parë është që ky projekt ligj shumë kontrovers, i cili lejon pastrimin masiv të parave, në një kohë që vendi ka hapur negociatat dhe kapitujt me Bashkimin Evropian, duhet të marrim një mendim zyrtar nga Bashkimi Evropian dhe të mos kalojë në parlament. Faleminderit. Faleminderit, zoti Balliu dhe zoti Boçi, dhe më pas fillojmë diskutimet.